qafti me thot po ke lexuar ndonjëherë Bibël e Kur'an, Lidar Shametaj. Tani unë nuk bëj garë me asnjëri me çfarë kam lexuar apo çfarë ke lexuar apo çfarë kanë lexuar secili lexon për veten e tij, edhe nga ana tjetër të siguroj që kam lexuar që të shkem atë punë, sepse unë pasurinë e dijes së fesë e shikoj si diçka që është përtej besimit në kuptimin e drejt për drejt, pra përtej asaj që merr një besimtar drejt për drejt, qoftë musliman, qoftë ortodoks, qoftë katolik, qoftë çfarë do qoftë, në tërësi. Pasuria e dijes fetare është kulturë dhe aty janë rrënjët e shumë çkaje. Kështu që për këtë arsye unë jo vetëm që kam shumë respekt për të gjitha fetë dhe kam shumë admirim për librat e shenjtë, por me timen përpiqem të marr sa mundet nga pasuria e asaj dije.